Të ju them drejtën, unë nuk e kam ndjekur drejt për drejt. Lajmi i parë për këtë vlerësim më ka ardhur nga Amerika. Në Amerika? Po, Gjet Kola. Me bëre kam këtu mesazhin. Edhe thotë të përgëzoj për punën që ke bërë në 2003-shin. Edhe fjalë më të mira. Dhe pastaj ju azhornova me vlerësimin që bëri zoti Edi. Si ka qenë historia? Sepse ai tha që unë erdha në shkovat e Dega 2. S'pare herë pranimin e partisë nuk i bën individi. I bën organizata socialiste. Po ju jeni kështu të rregullt? Ashtu. Pa i ta dedikonte ty dhe ti ishe minjos. Unë, merita e kryetarit është që të njoftoj organizatën dhe të mbledhë organizatën. Hajde organizim, hajde më, po. Kështu e ka statuti i partisë. Po? Unë njoftova, më mori në telefon Musa Ulqini, si kryetari qytetit Tiranës. I Tiranës, i Partisë Socialiste të Tiranës. Të Tiranës. Po? Dhe më thotë, a mund të njoftosh organizatën se keni një ngjarje të shënuar? Sigurisht ashtu. A mund ditën? 2003 më ditë, muaj? Ditë nuk e maj, pranverë ka qenë. Pranverë, e viti 2003. Bile maj men që ka qenë që një ditë para u pranu Partia Socialiste në internacionale. Dhe urimi që u bë nga ish kryetari, Fatosnano, u bë mbas mbledhjes organizatës për Edin që u pranu në parti. Po? Ju ishit kryetari? Unë ishe kryetari organizatës 1713, se kështu i kishim me 1713? 1713. 1713? Sepse, si mas qendrave të votimit, ashtu kishim dhe organizatat socialiste. Çfarë profesionit ju? Çfarë punë bënit ju? Në radhë parë bënin punën e fushatave. Po jo, ju vetë personalisht, çfarë profesioni keni? Pse ishit ju kryetar? Unë ishe kryetar sepse ishe banorja sa e laqe. Ku banorit? Në njësinë nr. 2. Po fix, qa rrugë? Rruga Mjal Grameno. Rruga me njohur Mjal Grameno. Afër baletit, po themi aty? Ballë për ballë me shkon e baletit. Po pse pikërisht aty Edi Rama? Sepse Edi Rama kishte shtëpinë me qira në atë zonë. A, ishte me qira atëre Rama? Kishte shtëpinë me qira. Ku, në cilën vend? Fix? Këtë ish trikotazhi. Te ish trikotazhi i famshëm, atje godina e famshme që futesh pastaj rrugën e qytetit studentit. Dhe unë kishte gjithë numrat e telefoneve të organizatës. Po? Dhe mërna 2 orëve njoftova të gjithë që kemi mbledhje në orën 12. 12, ditën tjetër? Atë ditë. Atë ditë? Hajde organizim, hajde që pas ke pasur? Organizim të përsosur. Po? Unë mlodhëm, natyrisht me entuziazëm. Po pse me entuziazëm? Po ishte kryetari i Bashkisë i Tiranës, pranoi një personalitet, nuk pranoi aty që bë. Fantastike kjo. Po? Erdhi vetë? Ne kishim erdhi 10 minuta para. 10 minuta para? Erdhi mbledhje, mori pjesë në mbledhje ashtu. U bë pranimi, u votua dhe u pranuan në parti. Tani, votimin më thuaj pak, më të lutem. Votimi me entuziazëm 100%. Me unanim? 37 antarë të Partisë Socialiste që kishte organizuar. Me zero? Me 0 kundërshtime. 37 pro dhe 0 kundër. Sjerim një gjë që kur unë kam marrë organizatën nga viti 1995, kishte 14 antarë. 14 antarë? Dhe gjithë ishin trashëgimi nga Partia e Punës. Të gjithë antarë, gjithë komunistë? Dhe kur është pranuar Rama, ishin 37 antarë dhe nga këta kishin ngjerë vetëm 12 të vjetër. Dhe mua kur jam pranuar, më thoshin kemi zgjedhë këtë djalin. Këtë djalin? Këtë djalin, sepse ata ishin... Sa vjeç ishit ju kur ishit? Unë ishe 50 vjeç, ata ishin 60-70. Kurse kur e kam lënë organizatën, më mirë kur është pranuar zoti Rama, mua më thoshin kemi kryetar Xhaxhi Kismetin. Xhaxhi Kismetin. Sepse altarësia ishte kriteri. O sa bukur kjo. Sot sa vjeç jeni? Sot jem 77. Të bësh 100. Faleminderit. Tani, u pranuar Rama, çfarë tha? Në kafe u bë mohabeti më shumë pas pranimit. Mbas asaj shkuam në kafe. Shkuam në kafe. Kush e pagoi kafet? A që u pranon parti? Të gjithë dha kafe? Po, të gjithë. Ju qerasi? Po, me kafe, netëm rreth një orë, bile zjati më shumë kafja se sa mbledhja organizatës. Po mbledhja sa zjati? Zjati gjysmore. Gjysmore, po si e prezantove? Ti more mbajte fjalimin në mbledhje? Po, kishte një formular atëre. Kishte një formular, po? Ka bërë kërkesë zoti Rama për të pranuar parti, po? Është një njëri se është kryetari i bashkisë, se gjithat kishin marrë pjesë fushat, 100% antarët e organizatës
kishim marrë pjesë fushat, dhe nuk pati probleme, më shumë dorë trokitje dhe ngritje në këmbë. Entuziazëm. Tani një gjë nuk kuptova unë. Pse nuk e doni Ramën, sepse ai mendonte që unë do futem në PS dhe se do garonte për kryetarin. Tani unë do ta ndaj në dy pjesë këtë. Ma sqaro. Antarësia e thjesht e ka mirëpritur Ramën krah hapur. Edhe mbasi është pranuar, ata që mjinin në Tiranë, më përqafonin që është bërë një punë e mrekullueshme që Edi Rama është futur në Partinë Socialiste. Po pse? Po kishte ndonjë nga këta strukturat, që si me shaka, po si shtemin e shaka e gjysmë të vërtetës, ç'na e bëre peshqesh. Ta thoshi këtë. Ka pas. Tani këtu do të them diçka unë ty. Partia Socialiste asaj kohe kuptoi njerëz serioz, njerëz me ca rregulla. Tani Edi Rama kokën e ruante zero, me çorapet kuqe. Një grua le, një merë. Tani, si e pranove ti në antarë të Partisë Socialiste? Shiko, kështë dëshur shumë situata. Në 2003 nuk ishte më ajo organizatë Partia Socialiste që gjykonte këto gjëra. Ishte krejt ndryshe, u thashtë dhe një fillim. Ishte modernizuar dhe ju? Jo, ishte antarësia. Ishte antarësia e re. Ishte minorancë fryma vjetër. A e di cila ishte përgjigja e disa, po themi, studiusve që bëni studime thelluara, e pëlqenin Edi Ramën, jo për çarapet e kuqe, jo për kokën që e ruante zero dhe e qete zero, por se ai dinte t'i bënte opozit dhe opozicion Sali Berishës. A ishte kjo? Ishte plotësisht e vërtetë. Ai dinte Sali Berishës fort. Ai dinte të bënte edhe fushat, dinte edhe të fitonte zemrat e njerëzve, por mbi gjitha ishte këmbgulës. Tani e tregoj koha. Këta që ishin lartë pse nuk e donin. Fatos Nano, ata aty pritjer i kanë tarësohu njërë te Kismet Meta. Tani, unë nuk mund të them një përgjigje të saktë në këtë çështje, sepse unë nuk bëje pjesë të strukturat e larta të partisë. Ishe thjesht një kryetari i një grupi... Kryetari i një organizate socialiste. Që më lote një qendër votimi, dhe si thosht, përgjegjësia ime ishte që me bashkë me organizatën të dalë sa më mirë në zgjedhje në favor të Partisë Socialiste. Këto strukturat e larta pastaj i dinë më mirë ata që i kanë gjykuar. Tani, mbas bisedës që bëhet aty, çfarë tha në kafe? Çfarë tha Rama? Sepse ai tregoi një mirënjohje të madhe partije. Unë mirënjohjen e vlerësoj, po mirënjohje i takon gjithë organizatës. Mban një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka, diskutoi, Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl, ashtë megjithëse ishte mbi 70 vjeç, por ka diskutuar si të ishte... Ju vetë çfarë thatë për Ramën kur morët fjalën? U thash që zotin Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Tashti zoti Rama më thotë dy llafe, edhe pastaj foli dy llafe shkurt, siç flisën në rezultat. Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të ne ka pasur këtë, ka tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë dhe të mush me njerëzve. Që ke një ramis ti, paska goditur në shenjë me emrin tënd, Kismet Meta. Tani, ç'ne ky emri i veçantë Kismet, se ai thash emër biblik tha. Ka një domethënie. Po. Ne kemi ardhur nga Çemenika në Elbasan. Nga zona e... Në vitin 1947. Po? Në Elbasan, fëmija i parë që kam lindur kam qenë unë. Po pse Kismet? Sepse ishte fat që erdhëm në një vend më të mirë. Po? Edhe ishte fat... A dhe të punim në Kismet? Kanë ardhur me vrap për të vu emrin që mos vijë emër tjetër. Kush e ka vënë emrin? Një kushërim. Kushërim? Kismet. Dhe sa Kismet kanë në Shqipëri? Po, unë nuk njoh të tjerë. Rrezik jeni i vetë? Unë nuk njoh. Emër biblik tha Rama. Duhet të ketë. Po Meta, se mos ke gjë në Ilir Metën? Jo, jam nga Çemenika, Meta është nga Skarpari. Po e di unë që është nga Skarpari, se ande janë vetë. Edhe unë e di që ande jeni. Po Shqipëria... Do dalim të njohur, pastaj... Po Shqipëria nuk është e çudi që ti je edhe ti me origjinë nga Skarpari, ë? Jo, nuk do të jem nga Skarpari. Nuk do të jem. Do të jem më nga Veriu. Nga Veriu? Më nga Veriu sepse ka shumë mbiemra Joni,
Tani, mbaroi e pranove Ramën, ç'a ndodhi pastaj? Ai bëri jetë partie të organizata jote? Bëri jetë partie si gjithë tjerët. Si gjithë tjerët. Kjo na ka bërë shumë përshtypje. Në atë kohë diskutohej shumë që sa zgjidhen në forumet e larta të partisë dhe nuk din në cilën organizatë janë pranuar. Diskutohej. Nëse ti ke pasur rregull. Ashtu. Rregull ishte detyruar. Edhe ndjeja për ta zbatuar. Bravo. Çfarë profesioni keni? Agronom dhe ekonomist. Agronom dhe ekonomist. Po në atë kohë ju ishin në pension kur e pranuat Edi Ramën. Jo, ishe 50 vjeç, ishe 50 vjeç atë ditë. Atë ditë. Atë ditë do të ishin në punë. Jo, ishe në punë private. Ishin në punë private, jo shtet. Punoja në një firmë. Po pse s'kishte dhënë Partia Socialiste në punë shtetë? Po gjithë s'rregullohen dot. Nuk ç'a kryetari pas ka qenë ti tip në vërtet pas ka pasur drejt Rama. Dhe ju kishit një aktivitet privat? Jo, ishi i punësuar në një firmë private. Tani, jeta e zotit Rama në organizatën tënde, ç'a sillej mirë të dëgjonte apo përgjithsisht nuk ka diskutuar në organizatë. Dëgjonte. Po vinte mbledhje? Ne i bënim rradhë, nuk bënim mbledhje si dikur, muj, ihen 3 muaj, me rast fushatash. Po, kur fushat, sigurisht. Si thush, partia po kthehej në parti elektorale, jo në atë partinë me rregulla strikt, të mlidhemi për muaj, të bëjmë diskutime kështu, rradhë mlidheshim, po në ato mbledhje vinte. Tani ai vuri kandidaturën për kryetar partie. Po. Ç'a ndodhi? Ishte e pritshme. Për përjashtuan atje, ajo foto është unikale. Për ne ishte e pritshme. Për ne, si organizatë. Po? Ishte e pritshme që të bëj kryetari i partisë. Që të bëj kryetare? Që të bëj. Se në fillim humbi? Fillim humbi. Humbi me sukses? Për ne e përcollëm me dhimbje, nuk e përcollëm me gëzim. Qa thua? U mërzite? Po. Po i tha gjë Gramos Ruçit, Fatostanos? Mendimin tonë e kemi shprehur. Ja ke shprehur? E kemi shprehur. Çfarë i thatë? I thamë që këti i takon. Ka drejtuar Tiranën në mënyrë të shkëlqyer, po drejton Tiranën 2003 kjo? 2003. Atëherë Bëgara. Po? Këto mendime i kemi shprehur. Ja ke thënë dhe shefi tuaj Musa Ulqini, se Musa ishte djalë përsimbarë. Me Musa kam respekt të veçantë, dhe edhe sot e kësaj ditë i them ti je kryetari im. Po po ku është ai? S'është as deputet as gjë, e keni lënë kështu Musa? U bë deputet 3 herë. Apo mbaroi. Musa është i ri tani? Je shumë i ri, jo. Sa vitesh? Je shumë i ri. Se ka kontributa dhe ka vlera në Partinë Socialiste. Ka vlera dhe s'ja mohon kush. S'ja ka mohuar kush. Po Rama kur kishte një gjë tha Musaj më gjeni tha. Musa bëj ca gjëra tha dhe po se e di që Musaj si kryetar partie ishte ku do ndodhur. Musaj. Njeri që fitonte zemrat e njerëzve. Tani Rama humbi, ç'a ndodhi pse? Asgjë. Nuk do në një tragjedi e madhe. Aty ishte, do fitonte prap. Garoi në 2005. Garoi në 2005. U gëzuar kur fitoi garën dhe u zgjodh kryetar? Patjetër. E ke takuar mbas asaj kohe? Unë në 2000 mas 3 vjetësh konkurova për të punuar në bashki. Po? Në drejtorinë e kontrollit territorit. Po? Dhe fitova konkursin. Po, e takove Ramën? E takova se drejtoria ku unë punoja varet drejt për drejt nga. Po ti e takove para se të garoja apo pas? Pas. A i zinde gjë që kishe garuar ti? Asgjë nuk ditë që kam garuar. Dhe të takoj? Vetëm kur është bën mbledhja e drejtorisë së kontrollit territorit. Të pa aty? Më pa aty. Po? Dhe këto kanë qenë goda. Ishte. Çfarë tha? Urime, kaq. Jo, nuk të kujtoj që shikon se ti më ke pranuar në parti? Jo, nuk bëm të tillë. Jo. Po, më pas kur u zgjodh kryeministri? Kur u zgjodh kryeministri, gjëja që më ka lënë, që e kam dhe sot si kujtim të veçantë, ishte në Vorë. Po? Kur u zgjodh kryeministri, dhe mbasi gjysmore bëj një mesazh. Po? E uroj. Suksese, jam i lumtur që u zgjodhe kryeministër. Mas 2 minutash ka marrë në telefon. A, në telefon? Në telefon. Dhe që të tha? Dhe më tha, mes qindra urimeve, unë veçoj urimin tënd. Urimi jotë është më i sinqerti që ka marrë deri tani. Si të thrisë Raman? Gjigant. Gjigant, ë? Unë i thoshe gjigant vetëm një ka. Ti i thoshe edhe nga ana fizike. Po, nga ana fizike, po tjetër. Nga ana fizike. Unë këtu i vijati.